kanë vizitu edhe objektet ndryshme arkeologjike, kanë vizitu bjeshket e rrugoves, edhe kanë qenë metodat ma klasike atëherë të turizmit. Kurse e kemi pjesën që mos mes mangovi dhe për ati regioni. Do turizmi të ndërtohet edhe të rregullohet edhe të zbukurohet pjesa ku është burimi i drinit bardh, ajo kjo është me qenë shumë senzacionale. Ajo është një perlë, është, do të thotë, ndoshta ndër të vetmet që mbrohet, ani që na jemi të shkatru prej kësaj UNESCO-s, që ai thonë. Bukuria. Trashëgimi, po, si trashëgimi. Zoti Abdullaj? Po, si thash edhe më parë, turizmi, peja është përcaktuar për zhvillimin e industrisë turizmit. Sepse ajo bukuri natyrore, mos ta zhvillosh, atëherë ajo është e dëmshme. Mirë po, na si kryetar tashëm, na duhet me ditë detyrat tona se na çka mu indikojmë zhvillimin e turizmit. Detyrat tona janë që infrastruktura që është ç'është më thonë, në bashkëpunim me natyrën, ato i herë mos ta prishim. Dhe më thonë, një vizitor që vjen me vizitue ato bukuri natyrore, ai ma shumë ta ka atë ndjesin e panoramës, e bukurive natyrore. Realisht, nuk jemi në frekvencat njëjta me vetë privat atje, që atje është edhe pronë private. Do me thonë, derisa na mendojmë se kështu do të zhvillohet, qytetarët atje që banojnë, bojnë diçka që është kundërshtim për mi josh për shkak turistat edhe me përfituar të ardhura me ndërtime pa leje, me ato çudat që i bojnë. Tashti nuk është mo, rrugova duhet me pranu se nuk është mo atraktive. E qysh mund bëhet për shkak më atraktive që të vinë më shumë turistë? Po mi ndalu që është ski lifti, po nuk është edhe problem ski lifti. Na për ski lift tash mundëm me thonë se nuk janë kana vizitojnë, ka arsye tjera pse duhet na mi gjetë që ata nuk janë kana vinë këtu te na. Çka do të bëni ju nëse bëheni kryetar si hap të parë për të zhvilluar turizmin? Hap parë mi ndalu që keq përdorime që bëhen atje në Elt, edhe që zhvillohet plani dhe programi që duhet më zhvilluar një bukuri e tillë natyrore. E qartë, faleminderit shumë. Mirë, po ashtu përmendet që ekonominë e zhvillon shumë edhe bujqësia. Nga 1 minutë për bujqësinë. Nisim me juve, zotë Vesi. Po një sekond në lidhje me ski liftin. Gjithmonë po përmendim edhe koha e shkurt. Me këto stopet është pak më e vështirë. Nuk po i përmendim teleferiket. Që ku kemi në Tiranë, të mali dajtë, sjell turist pa mas, edhe është e pagushme. Zhvillimi i bujqësisë. 1 minutë, po, për bujqësinë. 1 minutë. Si do ta zhvilloni bujqësinë në komunën e Pesë? Fatkeqësisht, është në zonë mënyrë tegër, shumë toka bujqësore. Në Pejë, edhe përgjithsisht në Dugaqin, edhe në Kosovë, këtë punë sepse merrem me një lloj prodhimtarisë, një mirë teknologjinë e përpunimit, do në thotë krahasimisht kur ka qenë dikur Agro-Kosova edhe Agro-Vojvodina e ati sistemi, është thonë që toka jonë është shumë më e larmishme, shumë më e mirë dhe shumë më e pleshme për zhvillimin e bujqësisë në përgjithësi edhe pemtarisë mos të lajmë anash. E ajo, kur janë të dyja dhe bujqësia, do në thotë është blegtoria, po shkojnë të gjitha paralelisht. Kjo bujqësia gjithmonë është handicap për gjitha shoqëritë. Bujqësia donë subvencionime për të qenë farmerët rentabel. Anipse, tash ka fillu pak të levizet, por prap është shumë e vogël. Prap nuk ju krijohen kushte, nuk ju lehtësohen, kur edhe ata kanë probleme me lloj inspektoresh me ndryshme, edhe vendosin me braktisë edhe pak biznis që e kanë. Dhe Abazaj? Fillimisht drejtori duhet jetë agronom, jo si që është tani me shkenca politike, kështu që duhet se të punojnë fushën e vetë. Sa përket subvencioneve në bujqësi, vitin këtë vit që jemi aktualisht, do me thonë pushteti komunali ka pasur 300.000 euro. Ideja parë është që të dyfishohen, do me thonë subvencionet, kemi 600.000 euro subvencione, dhe me këtë të ndihmohet bujqët të dinë mas miri që ka ata ka nevojë, edhe duhet bëhen ndërgjime publike edhe bujqët
t'i shprejnë kërkesat e tyre. Për shembull, jo komunat vendosë çfarë pajisje mi blej bujqëve ose çfarë ku më investu, mirë po ata dinë më së miri. Përveç kësaj, premtoj që do të hapen, domethënë shpallja e fituesve do të bëhet me emër dhe mbi emër, jo me numër fermeje, sepse aktualisht tashmë përfitojnë kryesisht aktivistët partijak, ka person që aplikon herë me emën vajzës, herë me emën bashortës, e cilë një NIP 3, edhe aplikon edhe kryesisht njerëz të njëjtë po subvencionohen. Kjo praktikë duhet hiqet dhe njerëz duhet subvencionohen sipas mundësive që i kanë në baza meritore. Në qartë, të nërpoja cili është plani alternativës? Se pari fillimisht duhet të ndalohet jetërsimi i tokës bujësore në ato ndërtimore. Prej 34.502 hektar tokë bujësore që ka pas komuna 5, tash i ka disa hektar mbi 10.000. Dhe këtë drejtim të zhvillimin e turizmit, pa zhvillimin e bujësisë, është e pamundur. Dhe për këtë arsye që mos të jem pa drejt ndaj të rinjve, ne planifikojmë ta krijojmë një PEI 3, ndërtimi i qytetit për të rinjën në pjesën më të larta të lokalitetit komunës 5, Tabje, Maja Zedh dhe Levosh, dhe që është edhe më e rëndësishme. Përveç tokës bujësore, jena ka shkatrojmë edhe token apo lokalitetin ton antik, ku e ka vendosur komuna e Pejës, zhvillimin apo zonën e lirë ekonomike, zonën industriale, apo si e përmërtojnë ta si zonë komerciale, shkatrojmë. Kur ka fillu me ndërtu Serbet, thëshin në sistemin e kalum. Nën tokë antika, mbi tokë fabrika. Ka ndërtu fabrika për me mshef antiken. Dhe njëkohësisht thëshin, po investohet miliona për me mshef 1 miliarda. Një logjik këtil, qeveria jonë, komuna jonë, menaxhmenti jonë nuk guzon të abonë. Për arsye pse zhvillimi i turizmit edhe zhvillimi ekonomik e kena pasurinë aty. Vinë edhe për qytet antik, edhe si parantu, dhe njëkohësisht e luftoj mitin serb që ata jonë këtu, jonë mati, banuz autokton, që nuk është e vërtetë. Ndërsa duhet me tregu. Si e tregojmë? Përmes qyteteve të vjetra që e kena antiken. Po, për fat keq, mendësia janë, jo qëllimi njëjtë, e vazhdojmë politikin e atyre për me mshef të shikimin tonë. Cili është plani i nismës? Tash plani jam cili është, se i nismës... Plani juaj në kuadër të nismës? Çfarë plani ka? Sigurisht ju do të jeni të përputhur, besoj, me planin e nismës. A jeni kandidat e nismës? Po, a është të plan tash e jemi. Bujqësia, unë jam fshatar, edhe jam rrit pej bujqësisë edhe pej produkteve bujqësore. Baba jam akon bujk, nona akon anvise. Baba jam thojke, ndaq shatin edhe kosën, që kom bo unë, që ku i ki, puno token edhe merë bujqësi. Në kofë se dënë dishka tjetër, lapsin, shko bënu. Unë u bona inxhinier, nuk u mora me bujqësi. Mirë, po bujqësin duhet me zhvillue... Dhash mos po thu që e lanë kredit. Unë e lash bujqësi. Po që ka të të bësh për ata që se lanë? Bujqësin duhet me zhvillu bujqët ata që janë të interesuar për me zhvillu bujqësin. Qka kemi ofru nëse po është kryetar që me zhvillu bujqësin? Ai që donë me zhvillu bujqësin duhet me i pas. Do më thonë token, me e pas kapitalin e vetë kur donë mu marrë me atë punë, kurse na mundën vetë minimum e shtesë për me zhvilluaj aktivitetin e vetë bujqësor. Subvencione? Normal, edhe jetoni tha, këtu i lexova edhe unë, do më thonë gjithë bujqët e komunës të Pejës, sa mu i nimojmë na, kur ka vetëm 1.300.000 dishka ishin konë. Për gjithë komunën janë 1.300.000. 1.300.000. Na aq mu i nimojmë edhe aty në ju koftë rruga e marë me mjetet veta e me punë veta. Në koftë se kanë lavërditet punojnë, qoftë se kanë të talojnë. Dhe të kryetar, pëse s'po përmëton si kryetari aktual, 300 traktora, 500 kombajnë, Ja, ai duhet mi pas 3 traktora, unë kom ja jep edhe një. Ta heku... Veç ai duhet mi ble vetë 3 traktora. Mos ti mashtrojmë... Po të ta heqë epitetin më i mirë nëse thu kështë? Se? Se qëllova? Jo, që ta rësë të të. Se zoti Veselaj, që ka së të qajtë? 500 traktora kemi në Ja, ashtu...